Një shërbim i ri mjekësor është vënë në dispozicion të qytetarëve në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, ku tashmë ofrohet trombektomia mekanike për trajtimin e rasteve të insultit ishemik. Ministria e Shëndetësisë Evi Sala deklaroi se shërbimi do të funksionojë gjatë gjithë ditës 24 orë në 24, duke krijuar mundësi për ndërhyrje të menjëhershme në raste urgjente neurologjike. Sipas ministres, bëhet fjalë për një shërbim të integruar të neuroradiologjisë, diagnostikuese dhe intervenuese. Përmes pajisjeve moderne, mjekët do të kenë mundësi jo vetëm të identifikojnë patologjitë, por edhe të ndërhyjnë drejt për drejt në trajnimin e tyre. Ato që doja të theksoja unë është që sjellja e një skaneri, e një aparature nuk garanton përse shërbimin. Prandaj, ajo qasje që kemi pasur është që të ofrosh shërbimin nuk mjafton vetëm një aparatur, sigurisht aparatura duhet, por duhet formuar dhe ekipi. Prandaj ngritëm dhe një shërbim të ri të neuroradiologjisë diagnostike dhe intervencionuese, siç është dhe në të gjitha vendet e tjera të shua europiane, për të bërë një trajtim të shumashëm të gjitha patologjive dhe gjithashtu është trajnuar dhe stafi. Janë të gjitha shërbimet e tjera, reanimacioni, neurokirurgjia, neurologjia, shërbimi i strok, që janë të tëra në funksionim. Prandaj besoj që tashi duke qenë se parku teknologjisë i plotësuar, po ashtu dhe shërbime janë të plotësuar, prandaj dhe trajtimi i pacientëve është 360 gradë, është komplet. Si për patologjitë vaskulare, domethënë për diagnostikë si patologji vaskulare, po dhe ato jo vaskulare. Për ngritjen e këtij shërbimi, investimi nuk është përqendruar vetëm te pajisjet dhe teknologjia mjekësore. Paralelisht është ndërtuar dhe trajnuar një ekip i specializuar ku përfshihen neuroradiolog, intervenues, infermier dhe teknik.